Shpikllimi ka kapluar çdo qytet të vendit. Fjalë ka pak, por keqardhja është e madhe. Sot nga mesdita, në sheshin e qytetit në Gostivar, u mblodhën në një tubim paqësor nxënës të shkollave të mesme të qytetit për të nderuar viktimat e tragjedisë në Koçan. Tubimi u inicua nga të rinjt, të cilët u organizuan përmes rrjeteve sociale. Danes katadofme počet počinati vo Koçani, pоради тоа што мислиме дека е humano da se sobereme siti i da dademe. Sot dolëm në nderim të viktimave në Koçan. Mendoj se është njerëzore të mblidhemi dhe me një minutë heshtje të nderojmë ata që humbën jetën në këtë fatkeqësi të padëshiruar nga askush, duke mos e ditur se aty ishin momentet e tyre të fundit. Konsideroj se kjo ishte vetmja gjë që ne si njerëz mund të bëjmë, jo vetëm në qytetin ton, por në çdo qytet tjetër të vendit dhe përreth. Këtë nuk e priste askush, as ne dhe as ata që i prisnin fëmijët të ju kthehen në shtëpi. Zoti të na ruaj të gjithëve, siç i ka ruajtur ata që shpëtuan. Paqe edhe për të gjitha familjet që nuk i pritën në shtëpi fëmijët e tyre. Ovaj den nažalost, poradi slučaja koja se desi včera. Kjo është një ditë zije, për shkak të rastit që ndodhi në Koçan. Ishte diçka që ne të gjithëve na lëndoi. U mblodhëm nëpërmjet rrjeteve sociale ku shkruajtëm që sot në 12 të mblidheshim këtu në nderim të viktimave të tragjedisë. Edhe komuna e Gostivarit ka paralajmëruar një tubim në shesh ku do të vendosen lule në kujtim të viktimave, i cili do të fillojë nga ora 15.